بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الأفديت falënderimet janë vetëm për Zotin ton, Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahun e madhrojmë, lartësojmë dhe vetëm ata adhurojmë. Salavatet, salamat, përshëndetjet më të mira me pejgamberin ton të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij besnik, familjes së pastër dhe çdo muslimani i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e xharatave mbi sjelljet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht e lutim Allahun xhallahu ala që ditët e kaluara të Ramazanit Allahu t'i ketë bërë kabul, e ditët që na kanë mbet, Allahu t'na ruan shëndetin, imanin, vullnetin, e t'na mundson Allahu xhallahu ala t'i mbushim këto ditë të numëruara me vepra të mira. Para se të vazhdojmë me kategorinë e radhës, të cilën pejgamberi alayhi salatu selam ka theksuar trajtim të veçantë me ta, e që janë nipat e tij, duhet ta theksojmë një rëndësi të trajtimeve të pejgamberit alayhi salatu selam dhe moralit të tij. Të nderuar vëllezër, ju e dini se në jetën e kësaj bote çfarë roli ke në jetë, aq edhe të kushtohet rëndësi. Për shembull, kur vjen dikush i vogël ta zojna mysafir, njeriu i kushton rëndësi çat sa e ka peshën. Kur vjen dikush i madh, apo për shembull keni pa njerëzit kur shkëmbejnë domodin nderime nëpërmjet shteteve, e madhrojnë kur vjen dikush me post të madh, apo keni pa kur regjistrojnë rrëfime apo ngjarje apo filma dokumentare kështu me radh, protagonisti i ngjarjes, roli kryesor i kushtohet vëmendje. Çfarë do të thonë kushtohet vëmendje? I këshirës shneta, i shtrohet një doktor i veçantë, apo këshirin ushqimin me ja caktuar më të mirin, pse? Se e ka rolin e veçantë. Ta zojna, ai i cili është caktuar për rolin kryesor, pa të cilin zban rrëfimi, zban ngjarja, ai ruhet shumë. Ai i cili on periferi ka mundësi mu zaventsue. Shembulli Allahu xhelal është më i larti. Këtë botë, kur e ka krijuar Allahu xhelal, e ka krijuar për njerëz të caktuar. Për njerëz të caktuar, të cilat janë musliman, besimtarë. Rolin kryesor mrena besimtarëve kush e ka? Pejgamberët. Rolin mrena pejgamberëve më të madh kush e ka? Muhamedi alayhi salatu wasalam. Pra, Muhamedi alayhi salatu wasalam, çka të fol, çka të këshyr, çka të dëgjon, çka të miraton, çka të mohon, çfarë do që bën në jetën e tij është i kontrolluar. Pra ne këto nuk i rrëfejmë që ta kalojmë kohën. Nuk i kemi që tash domodin na kanë ngelë disa orë me të kalu situatën. Jo. Ne këtë ngjarje i kemi jetët tona. Ne çdo herë që ngatrohemi në jetët tona, duhet me pas shpejt modelin e Muhamedit alayhi salatu wasallam përpara. Pra Muhamedi alayhi salatu wasallam të nderuar, me jetën e vet, është mënyra me të cilën ne e rregullojmë jetën tonë. Nuk është rrofim romani, nuk është ngjarje me të cilën thu sa mirë pas ka ndodhur. Jo, kjo sa mirë pas ka ndodhur, do të më ndodh te ti. Kjo sa mirë ka na sill, do të mos sill ti me atë sjellje. Andaj kjo është qëllimi i rrëfimit të ngjarjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra kemi të bëjmë me një familje e mbikëqyrur prej Allahut, e kontrolluar prej Allahut, s'ka ndonjë lloj lëshimi që bëhet, vetëm se me remetohet me Kur'anin e Zotit te bareke wa taala. Kjo është ajo që duhet ta kemi parasysh, se nuk është rrëfim rasti, nuk është kalim kohe, nuk lexohet këtu domodin për ta mbush emocionin, jo, kjo është jeta jon. Muhamedi alayhi salatu wasallam është gjaku jon, mishi jon, është shpirti jon. Nëse sot që shto, atëherë na nuk e kemi për pejgamber ata. Andaj kur i tha Omer Khattabit radiallahu an, pejgamberi alayhi salatu wasalam, tha Omer, kanë do mas shumë ti. Çka i tha? Tha vetën ja Resulullah, pastaj tyje. I tha jo Omer, s'ban kështu, shkon kështu. Atëherë u ndal një kohë dhe u meditoi Omer Khattabi, pastaj i tha ja Resulullah, ti je më i dashur te vetja ime. Atëherë i tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, el-an, tash. Domethënë tani na këto mund t'i rregullojmë me vetët tona, mirë po duhet punojmë me vetët tona. Sjellja e pejgamberit alayhi salatu wasalam me nipat e vet. Pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe zëre pa në ligjëratën e kaluar, sa bukur dhe sa mirë
dhe sa respektueshëm i kishte çmuar fëmijët e vet. Megjithëse s'ka pas djem, Allahu xhela ka furnizuar vetëm me vajza që kanë jetuar. Ka pas 3 djem që s'kan jetuar, 4 vajza që kanë jetuar. Madje edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam në nipat e vet dhe familja që përgatiton te pejgamberi alayhis salatu wassalam prej burrave e vetmja familje që e ka ndru ligjin Allahu, e ka ndru komplet ligjin. Për shembull, në Kur'an e kemi se djali thirrët në emrin e babës. Sura Ahzab, lexoj surën 33 të Kur'anit, e shef se Allahu ja thot ud'uhum li abaihim. Fëmijët thirrni me babën. Kanë ka bab çaj, pra në ahiret thirrni me babën. Veç një rast për jashtohet. Cili është rasti? Pejgamberi alayhis salatu wassalam. Familja e burrave pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vin nga bija e vet, nga Fatimia radhiyallahu anha. Dietar kanë thënë veç çiki rast e ka përjashtuar Allahu xhelalu ala. Andaj pejgamberi alayhis salatu wassalam, çdo ta shohim kur e ka marr Hasanin, çfarë ka thënë? Kjo djali jam. Kjo është djali jam. Pse ka thënë djali jam? Sepse ai djalë s'ka pas. Ai ka pas djalin e çikës vet, djalin e çikës vet. Andaj pejgamberi alayhis salatu wassalam atë kujdes që ka pas për vajzat e veta, mund të themi më të shtuar e ka pas për nipat. Më të shtuar e ka pas për nipat. Si do ta shohim me lejen Allahu te bareke ve teala. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka pas 7 nipa me mbesa. Dhe sikur që ka pas 7 evlat, sikur e pam, 3 djem edhe 4 vajza. Cilat janë nipat e pejgamberit dhe mbesat e pejgamberit alayhis salatu wassalam? I pari dhe me të cilin pejgamberi shpesh është krenue alayhi salatu wassalam është El Hasanu ibn Ali. Hasani, që ka e njohur me neve, i biri i Aliut, i cili ka ngja më shumë di pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra është duk si pejgamberi alayhi salatu wassalam, është djali i madh i Aliut radhiyallahu an me Fatima radhiyallahu anha, i cili ka lind në vitin e 3 të Hijrit dhe ka ndrujet në vitin e 49 të Hijrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Djali i dytë, nipi i dytë i pejgamberit alayhi salatu wasallam është djali i dytë i Aliut radhiyallahu anhu dhe i Fatimës, El Husaini ibn Ali. Husaini i biri i Aliut, i cili ka lind në vitin e 4 të Hijrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka ndrujet në vitin 61 të Hijrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mbesa e tretë e pejgamberit alayhi salatu wasallam është Ummu Kulthum, e bija e Aliut radhiyallahu anhu nga Zeynep, nga Fatimia radhiyallahu anha. Ummu Kulthum, ju kujtohet kush e pat emrin? Çika e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Ka qenë traditë e Aliut që fëmijët e vet me emërtu me emra që i ka dashur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Apo me emërtu me emra që i ka dashur pejgamberi alayhi salatu wasallam. Andaj ja ka lanë emrin çikës vet Ummu Kulthum. A dy djemve Aliu, kush i ka emërtu? Vet pejgamberi alayhi salatu wassalam. Vet pejgamberi. Ka ardhur transmetimi i dobët se Aliu ja ka lënë djalit vet Hasanit emrin Harb, luftarak i guximshëm. Pejgamberi ka thënë sjellni djalin, si e keni emërtu? Ka thënë Harb, luftarak. Aliu ka qenë luftarak shumë i guximshëm, edhe ka thënë sa jo, ai është Hasani. Ai është Hasani. Megjithëse transmetimi është i diskutuar në mesin e dietare. Pra mbesa e tretë e pejgamberit alayhi salatu wasallam është Ummu Kulthum, emrin e bijës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mbesa e tretë e pejgamberit alayhi salatu wasallam është Zeynebia, e bija e Aliut. E Zeynebia është çika me emrin e çikës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I katërti është Abdullahu, e bija e Ruqayyes, vajzës pejgamberit alayhi salatu wasalam, nga Uthmani. Pra djali i Uthmanit, i cili s'ka jetu gjatë dhe s'ka pas pasardhës, normal se ka mrije moshën madhore, ky ka qenë prej nipave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I gjashta mbesa e pejgamberit alayhi salatu wasalam, Umama, e bija e Ebil Asit nga Zeynebia. Tham çika e parë Zeynebia, Ebul Asi, dhëndri i parë i pejgamberit alayhi salatu wasalam, për tyre kanë pas një vajzë e cila e ka pas emrin Umama, e bija e Ebil Asit. Edhe ka qenë Aliu i biri i Ebul Asit nga Zeynebia. Aliu
i biri Ebul Asit, nipi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto janë nipat e pejgamberit edhe mbesat e pejgamberit alaihi salatu wassalam. Kanë gëzuar nam dhe nishan në histori dy të partë, Hasani edhe Huseini. Dhe prej tyre vinë krejt familja e pejgamberit alaihi salatu wassalam në përkatësi, ndërsa të tjerët që kanë ardhur nuk përkatësohen dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por shumë arsye të cilat tani nuk është koha për të rrëfyer ato, nga se na del tema prej kontekstit të vet. Andaj pejgamberi alaihi salatu wasallam këto i ka pas nipat vet 7 dhe i ka respektuar, që do ta shohim, shumë sallallahu alaihi wasallam. Para se ta shohim respektin ndaj nipave, është pika që duhet ta kemi parasysh, se respekti shpesh buron dhe e merr erën, aromën nga raporti. Për shembull, nuk i thuhet kur dosti e respekton dostin, e ka çmu shumë. Pse? O dost e ki, apo jeni autoritet barabar. Kur thuhet shumë e ka respektu, kur shënohet respektimi, kur njëri ka shumë autoritet e tjetri s'ka autoritet, atëherë thonë që ki shumë pe këshirë këta. Pse i vendohet këtu theksi? Sepse autoriteti është i madh. Autoriteti është i madh. Apo për shembull, pse Muhamedi alayhi salatu selam e ka namin e madh? Pse e kanë ngu arabt? Pse i kanë besu arabt? Jo, ai fillimisht e merr namin ku? Se Allah e ka respektuar. Muhammedur Rasulullah. Allahu ja thot Muhamedi është i dërguar i Allahut. Ky epitet i jep nam atij. Apo ta supozojnë ashtu. Pse Abu Bekri s'ka nam si pejgamberi alayhi salatu selam? Apo largoj Abu Bekrin, na musliman, pse nuk e kena epitetin si të Muhamedit alayhi salatu selam? Sepse ti si i dërguar i Allahut. Ti beson keq ka besu Muhamedi sa, po si i dërguar i Allahut. Andaj epitetet ka merrën kur autoriteti i lartë t'i jap respekt. Apo, andaj për shembull, kur respekton shoku shokun, apo kur respekton, ta zojnë ashtu, kur respekton fëmia babën, a shkruhet në histori? Jo, e ka respektuar çka duhet me respektu. Mirë, nëse baba i jep rëndësi njanit për fëmijëve shumë, çka thonë familjarët? Që ta e do shumë. Pse? Se nuk ka e zakonshme shumë mi kushtue i madhi rëndësi të voglit. Andaj, respekti Muhamedit alayhi salatu selam merr theks të veçantë se ajo i madh e këto nipet janë të veçli. E i ka respektuar shumë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gjën e parë që e ka bëu pejgamberi alayhi salatu selam me nipat e vet, cila ka qenë emërtimi. Emërtimi. E ka marrë përsipër mi emërtu vet. Ja u ka mënue emra. E ka mënu Hasan edhe Husein. Çfarë do të thonë Hasan edhe Husein? I miri, të mirët. Andaj pejgamberi alayhi salatu selam ka thënë hadith kur i kanë thënë që do ta përmendni, shumë pido ja Rasulullah. Shumë pido. Ka thënë i du dhe kush i do e don Allahu. Dhe kush si do dhe e urren atë Allahu. Por dashnia ndaj Huseinit dhe Hasanit është vajib. Mora e kimë dash. Apo na mendon se sa për njerëz nuk i njohin bile. Do të kush shoku i Hasanit. Allah e ka bë farz me dash, ti ka me njerëz muslimani do të vetes se di kush është. Allahu xhelal ka bë obligim dashnia ndaj Hasanit dhe Huseinit radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Por gjëja e parë që ka bë, i ka emërtuar. Ata ka thënë dietarët, preferohet normal kur babgjyshi ka autoritet, jo kur s'është pa autoritet, ta zona është haxhi apo ka nam edhe ka dije, preferohet që djali mi ia dhan babës vet emërtimin e kujna, e evladit. Për çfarë arsye? Për shkak se është respekt. Është respekt për babën. Andaj Aliu radhiyallahu anhu ka marrë evladin edhe ja ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ta emërton. E dyta që ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me evlat të vet, që ka transmetuar Imam Ebu Davudi, pejgamberi alaihi salatu wasalam kur e ka marrë me emërtue, ja ka thirr ezanin veshin e djathtë. Ja ka thirr ezanin veshin e djathtë. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja dhe urtësia e thirrjes së ezanit, megjithëse plot dietarë kanë diskutuar këtë hadith, ndërsa në shkollat juridike punohet me ta, pra është e preferuar kur lind evladi që ta mirësh edhe t'ia thirrsh ezanin në anën e djathtë, jo ezanin që thirr në minare, ka dale, edhe ikametin në veshin e majt. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, cila është urtësia? Urtësia është që mos ta prek foshnjën prej zërave asgjë
prit parave po sezonit. Pastaj ka thonë, e nëse thot dikush pa i snin, apo ai nuk nin, pra nuk i percepton fjalët, ka thonë nëse snin ai, nin ai çka do me nguc. Edhe shejtani. Ka thonë alayhi salatu wassalam, s'ka ndonjë foshë që lin këtë dunja, vetë se armiqësia e shejtanit është e papërballueshme, mundohet me godit. Mundohet me godit. Apo andaj do t'i Ibn Qayyim el-Juzeyy, pse ka thirrë zanin që ta largoje shejtanin. Nëse do dikush po kis nin ai çka do të më nin. Ai çka do të mu largu prej aty. Kjo ka qenë prej sjelljes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me nipat e vet. Gjëja e tretë që e ka bëu pejgamberi alaihi salatu wasallam me nipat e vet, cila ka qenë, tregon Aisha radhiyallahu anha se kur kanë lind nipat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë sjellmini këtu, edhe i ka kërkuar do hurme. I ka kërkuar do hurme, edhe i ka qel hurmët, i ka zbut ajo pjesa e but e hurmët çka është, dhe i ka marr pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam dhe ju ka lyje këto pjesën e naltë të dhambë, këtë qiellzën që cilën e ka njeriu, kjo pjesa e lartë. Dhe sot shkenca, ne nuk kemi shkencë, po duhet shpesh me përmend shkencën se dikujt më thon, ka thënë pejgamberi alayhi sallallahu wasallam, livrit pagatit e zemra. E kujtujt ka thënë Gjoni, i cili është në organizatën më të lartë të doktorave. Thot ky di vëlla. Ky di. Atëre, atë çka e ka thënë pejgamberi alayhi sallallahu wasallam, doktor çfarë thonë sot? Doktor thonë, kemi zbuluar se shumica e vdekjeve të foshnjeve janë nga rënja e sheqerit tepër. Kur lind fëmia, i bie sheqeri shumë, apo dhe nuk ka mundësi me rregullu sheqerin. Dhe ju dini, pleq të dinë më shumë, para se mu zbulu shumë rrej ilaçeve, fëmijët kanë ndek shumë. Fëmijët kanë ndek shumë. E kanë zbulu se një nga shkaqet më të mëdha të vdekjeve të fëmijëve, cila është çfarë? Rënja e sheqerit. Andaj preferojnë mi dhan sheqerna. Mi dhan diçka e cila janë ngrit sheqerin. A ke pa ti kur të bie sheqeri? Kur të bie sheqeri fillon me usill. E pastaj merr shpejt diçka konsumon për sheqernave që me ta ngrit lëvizjen e gjakut. Gjithashtu bin lëvizjet e muskujve. E sheqeri i nxit ato me punue. Nëse njeriu është vëzër gjak edhe mish, po s'punun ato, shkon njeriu. Apo andaj kanë thënë dietarët, kjo ka qenë prej veprimtarisë të pejgamberit alayhi sallallahu wasallam që i ka paraprije kujna, i ka paraprije medicinës. Apo e tash ata nuk thonë jap janë i hurme, po i ikin japi sheqer diçka. Po japi hurme, sepse sa ka thonë japi hurme. Apo andaj kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kanë përdorur dhe kanë përmend dietar prej mjekëve, shumë prej dobëve tani nuk kemi këtu për ta përmend këtë meselë. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam prej gjërave që i ka bën me nipat e vet dhe nderin që ka bën nipat të vet, cila ka qenë se pejgamberi alayhi salatu wasalam kur i ka lind Hasani edhe Husaini, Fatimës edhe Aliut radhiyallahu anhuma, ju ka therr ka dy desh. Domthon therrat e diçka e cila quhet aqiqa. Aqiqa quhet therrja e qurbanit për hir të Zotit që të ruaj Allahu evladin. Te shumica ulemave sunnet, te medhebi i Ahmed ibn Hanbelit është vajib. Sepse ka ardhur një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se ka thënë alayhi salatu wasalam, fëmia është peng i aqiqës. Çfarë do të thonë peng? Si hecin punë derisa therrat qurban. Se ka falendëruar Allahu xhelalu ala. Dhe janë argumentuar me atë se Allahu xhelalu ala Ibrahimit i ka thënë therrë djalin për falënderim. Pastaj e ka tërheq thikën dhe ja ka dhënë dashin. Andaj dhe kjo është shumë e fuqishme, megjithëse shumica e ulemave thonë është preferencë. Pra është shumë e kërkuar që për evladin me therr qurban. 2 për djalë, 1 për vajzë. 2 për djalë, 1 për vajzë. Dikush thot për mua s'ka therr baba, që se ka ditë therr ti tash. Nëse je mashkull apo je femër, burr apo gruaje, s'ka therr baba, blej 2 qurban, mashkull therri për veti. Ku mi qua ato i shpërdan sadaka. Trun Allahu xhelalu prej të këqijave. Andaj kur ka lind Hasan dhe Husaini, pejgamberi alayhi salatu wasallam vet i ka marrë dhe edhe ka prej aqiqa. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam tregon Ebi Rafi, njëri prej shërtorëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ka ardhur Fatimja edhe e ka lajmëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për lindjen e Hasanit. Edhe i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, i ka thonë Fatimja, i ka thonë ja Rasulullah, po du me pre kurban 2. Apo
i ka thënë alayhi salatu wasalam, la ta'uqi'an, ti mos prej kurban për ta. Ti mos prej kurban për ta, mirë po shko qethja flokt. Shko qethja flokt, edhe këshire sa janë, mati sa janë, me dozën e gramve jep sadaka argjend për fëmijën tanë. Djetarë ka thonë, kjo hadith si kuptohet, mos prej kurban, nga se pejgamberi ka thonë, mos prej ti se prej unë. Mos i prej ti, se unë ka me prej për nipin tem kurban. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu kanë thënë dietarët se pejgamberi alaihi salatu wasalam e ka bërë prej traditës vet që ditën e 7 të lindjes së fëmijës dhe çdo 7 që është preferencë që emërtimi të ndodhe atë ditë, edhe të ndodhe qethja e flokëve apo të shtyhet derisa t'i dalin flokë pak më mirë dhe të emërtohet atë ditë. Edhe ka ardhur në hadith tjetër se pejgamberi alayhi salatu wasalam emërtimin ka thënë vënoja një ditën e parë. Pra këtë anket tolerancën nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cilën do që e përdor e ke qelluar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu ka ardhur se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka nxit që ditën e 7 të bëhet fëmia sunet. Të bëhet fëmia sunet. Sunet në kuptimin e thirrjes së pjesës së organit gjinital të atina. Disa të tjerë prej dietarëve kanë thënë jo, preferohet në që njeriu të bëhet sunet kur fillon vetdia me u kthell djalit. Për çfarë arsye? Që kur ta bëj atë vepër ta dihet çka ka bën. Nëse ka mundësi ti e ban, e pastaj as ka ide se çka ka bën. Për shembull ti në fund veç ja jep një lajm kur i ke pas 7 ditë kena bën sunet. Ai do çka i bë sunet, tash është e ngarkuar me ja kallzuar. Ata kur i bëj 5 vjet ai kthjellet domthonë memoria e dini kap senat, edhe i thuajnë atë të bëj sunet. Pse? Se kanë thënë shumë prej dietarëve, është mirë që ta din çka ka bën. Është mirë që ta din çka ka bën. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alaihi salatu wasalam i ka ndryshuar disa tradita me fëmijët e arabëve që kanë bërë arabët. Arabët kur kanë prej akika për fëmijët, nëse ka qenë traditë me prej të arab akika, e kanë marrë gjakin e kurbanit, edhe ja kanë qeth fëmijës flokt, edhe ja kanë li me gjak kokën. Atëre i kanë kallzuar mësam kështu është tradita e arabëve, ka thënë mësam jo. Apo dhe kjo është prej traditave të këqija që janë trashëguar ndonjëherë edhe te na, prej dërvishave, prej sufive. Cila është ajo? Kur njëri ndërton shtëpi, shkon e therr kurbanin te shtëpia. Edhe gjakin e stërpik, ajo. Kjo është shirk në Allahun xhelalu dhe ka mundësi me shkuën shirk të madh nëse njeriu t'i përzihet besimin në Allahun xhelalu. Pra është prej traditave të liga që njeriu të pret kurban edhe atë gjak ta stërpik themelin e atina. Me kuptimin se gjaku e ruan shtëpinë. A me prej kurban anash, ajo nuk është e ndaluar. Nëse është sadaka që me trujt Allahu te bareke ve teala. E se ka zaventsu pejgamberi këta, e ka zaventsu ka thënë bema një muë një diçka e cila quhet zafaran, shafran. Është lloj parfumi, i vjen era e mirë dhe ka domethënë është lëndë kimike e mirë për trupin. Ja ka li kokat pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nipave të tyre Hasanit edhe Husajnit radhiyallahu anhuma wa arlahuma. Kjo ka qenë për pejgamberin derisa kanë lind. E çka kur kanë filluar me ec, e kur kanë filluar murrit nipat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur kanë filluar murrit, domthon 6 muaj, 8 muaj, 1 vjet, kështu ka dalë për transmetime, kanë filluar me domthon muzvarrit e me filluar me ec, edhe kanë shkuar në prerin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse me ka pas Aliun Koishi, që do vim të kojshit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do shohim se një prej kojshive o kanë edhe Aliu radhiyallahu an. Andaj kur ka dalë me fëmijët e vet, ka filluar me ardh, edhe i ka shkuar prejën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur është njeriu në 6 muaj, foshtja apo 1 vjet, urina është e pandjeshme te ai. Dhe ka mundësi e shlon urinën pandjeshmërisht. Edhe shpesh ka ndodhur, siç ka treguar nana e Ibn Abbasit, gruaja e Abbasit radhiyallahu anha, Lubabja, e bia e Harithit, thotë se shpesh e kemi pa pejgamberin alayhi salatu wasalam duke i marrë prehën nipat e vet. Edhe shpesh ndodhte që ato turinonin, mprehën i ka urinuar. Edhe na i thoshmi, na japi ja Rasulullah, ti pastrojna teshat, hajde pastroju. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë jo. Domthon nipat, për shkak se kanë qenë meshkuj, ka thonë jo, bëmi veç pak ujë domthon ta stërpiki këtë vend dhe me kas mjaftohet. Dhe sa ka thënë alayhi salatu wasalam, pastrohet petka nga urina e foshnjës femër.
E tash po hin atu çfarë thonë sot doktorët? Vetëm një doktor, çka e ki dost apo mik, apo hin interesoju pse dallon urina e mashkullit edhe femrës. Pse dallon urina e mashkullit edhe femrës? Ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasallam, pastrohet petku nga urina e foshnjës femër dhe nuk pastrohet nga urina e foshnjës mashkull. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam as nuk u ka nervozu e as nuk u ka shqetësue, i ka thënë më jepni veç pak ujë, i ka stërpik, ka gjujt ujë në petkat e tina, edhe kështu e ka kalue këtë siklet pejgamberi sallallahu alayhi wasalam, dhe kjo ka qenë prej urtësisë pejgamberit sallallahu alayhi wasallam. Nëse shikoni njerëzit, ne po duhet me bë krahasime. Shikoni njerëzit, jo mprejën, diçka të vogël banaj, diçka të vogël. Munohet me flakaresha me gjujt jashtë. Ka dalë sa i fëmija, mas pari nuk ka ndjesi. A i dini sa fëmija o vëzër ka me të meta, shkaku se u konë me të meta i madhi, se ka kuptu se kjo i vogël. Apo, sa qyteki, e sa shuplakat, e sa goditet pa kontrollume, të cilat shkaktojnë pastaj nervoza, shkaktojnë fëmijë. Lexoni hini psikologji, ta jeni me vol për psikologjin. Psikologjia vëzër, shumicat e njerëzve që kanë temperament. A janë temperament, më janë nervozohet. Çka thonë? Thonë e ka mirë baban qytet. Ai ka nervoz të akumuluar, ka të mbledh nervoz. Apo pse ka të mbledh nervoz, vëzër? Sepse ka hang qytet pa hak. Madje sot vëzër shiko, çfarë thonë këto pedagogat e rritjes fëmijëve? Çfarë thonë? Edhe kur të baje fëmia gabim, thonë për me eduku si duhet, edhe nëse meriton një flakaresh, një herë foli. Thonë kallzoje, ke bo gabim dhe lemsta. Kjo është gabim. Një herë, dy herë, pastaj krijoja ndjesinë e gabimit që ai kur ta morën një flakaresh, jo për spital, pak, apo ai thot, unë kum gabu. Andaj shikoj vëzëm i ka urinu në trup. Kur gjos ka thonë bëmi pak ujë, ka stërpik, ka kaluar. Kjo është metoda e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në edukimin e fëmijëve. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me fëmijët e tij ka qenë shumë i kujdesshëm që t'i ruan nga sherrri i shejtanit. Sa prej baballarëve e nanave nuk kujdesen për nipat e vet, ajo plak, gjysh e gjyshe, e nuk e morrin një herë me ja knue një lutje, apo me ja mësu një lutje, apo po çka i mësoj? Shpesh gjëra që si duan ati njëjtë, apo si duan ati. Madje pitësia dhe çka thon, nana jote shumë e keqja. Çfarë fjala kjo? Ajo i xhexhoi njerëzit. E shtim e mor i nanën e vet i nati. Pse e shtim e mor nanën e vet i nati? S'ka më dashur se fëmia se nana. Apo pejgamberi alayhi salatu wasalam i edukon të fëmijët e vet dhe nipat e vet që t'i ruan Allahu xhelal dhe të bajnë dua që t'i ruan Allahu te bareke ve teala nga sherri. Tregon Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu an, thot e kumba pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, apo ka transmetuar prej të tjerëve se ka mba pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke kërkuar mbrojtje prej Allahut për Hasanin edhe Husajnin, duke thënë u'idhukuma bi kalimatit lahi tamma. I ka marrë pejgamberi afër Hasanin dhe Husajnin edhe ka thënë kërkoj mbrojtjen e Allahut për juve dyve, Hasanin dhe Husajnin, me fjalët e Allahut plota, të përsosura, min kulli shejtan, pi çdo shejtanit, që mos t'ju prek shejtani, wa min kulli shejtanin wa hamma, dhe kërkoj mbrojtje prej Allahut që Allahu t'ju ruan prej çdo shpirti që ka helm. Ka ndonë djetarët, është për qëllim çdo gjë e cila ka helm, si gjini e shejtan e njerëz që kanë bërë helm. Ka ndonë djetarët si mësyshi. Mësysh ka do më thonë dhe zë? Mësysh. Shikoni, në gjuhën tomë është mësysh, me të kapë me sy. Djetarë ka ndonë, shka mësyshi, edhe në gjuhën arabe i thënë ajnë, sy. Njeri mledh mlef që të, edhe e merë i nati dikan. Amaj atë mlefin së ne kapë me luk me gjujtë të ajë. Qështë e gjuhën? Allahu Gjellore ka bo kader që ki mlef gjuhët me sy. Edhe gjuhën syri. A dhe ka thonë sallallahu aleyhi sallam, shumica e vdekjeve të metit tem janë pisinit. Andaj shiko, e ka morë fëmijët e vetë, ka thonë, o Allah, rujë pi shejtanit, rujë pi helmit të atyre që ka bartin helm. E kush bart helm? Ziliqari. Ziliqari bart helm. Bart helm të madhë bile. Andaj ka thonë alayhi salatu wasalam, si një e shtin devën në endë vogël.
E ban devën. Andaj ditë për ditë që do ta shohim te ku vim te disa prej trajtimeve me akrabateve vet pejgamberit alayhis salam, e ka pa disa prej sahabëve të pejgamberit alayhis salam zaif shumë. Dhe ka thënë pejgamberi, "Çka o ki?" Ka thënë, "Ka kopsini ya Rasulullah." Sini është shumë i keq. Andaj pejgamberi ka caktuar dhikr të akşamit edhe dhikr të sabah. Sabah kur qohesh ka lutje të veçantë. O Allah, ruan piçesaj, pitëne pi ziliçarit. Se të këshir një herë dërdzon. Allahu na ruaj nga ziliçar dhe nga syrat, nga sytë e këqij. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhis salam, "Wa min kulli aynin lamma." Dhe ruaj o Allah këto dy nipat e mi nga çdo sy i cili gjun me sharr, kap me sharr. Lamma është kur mbledh me sharr, kur mbledh me sharr. Dhe ka thënë sallallahu alaihi wasallam, kështu lutej Ibrahimi për djemtë e vet Ishakun edhe Ismailin. A dhe kjo botë ka shumë sharr. Kjo botë ka shumë sharr. Ka thënë sallallahu alaihi wasallam, me ditë ju shka shoh une, s'dilni natën hiç. Shikoni, na që të ndunja shka jena që këtë tokë, shka jetojna. Kjo tokë para neve është banu me e gjinje. Andaj kër e ka kriju Allahu Ademin, e gjinët janë revoltuar. Janë revoltuar. I pari për tërë shejtani. E Allahu gjela për me drejtu, pa i së drejtu e ka thirë shejtanin. E ka hip nalë, te me lachën. Ka thonë, us gjuduli Adem, bini sejtë dhe Ademit respekt. Ketë ka në sejtë, për dhe shejtanit. Se ka kuptu se ka me zip toka, dhe ka rival. Edhe ka dalë për rahmetit Allahu Gjelluala. Ka thonë, ka me ti deviju ketë. E tani si me kuptu këta, për ameno ti me shku me një shpi, apo, edhe së shpia jote. Mirë po vinë drejtusit e matë mdojt venit, thojnë dilti jashtë, hinti. Apo, mirë po a i prapë silë të ati pari. E Allahu Gjelluala ka thonë, Ademit, rriti me muë, unë e të ruj piktira. E sapi njërës jamër me thotë, lema beson e vetë mirë në vesh. Qish mirë është vesh ti? Ti me një komunë së mirë është vesh. Me një parletrat vogla së mirë është vesh. Ti me bo me të sinu rogën me spedalon kur të japin. Do s'kish ka ban. Apo, sapri zullume e neve na ipin qafë, s'kish ka ban. Apo, po para me një shejtan ti se shë, ka të hije, ka të del. Ka thënë alayhi salatu wassalam, ato hanë me juve, pinë me juve, flenë me juve. A i flenë me ti që aty. Apo, kini pa njeri flek 14 orë edhe nja 4 orë s'këthjelët. Nuk është normale kjo. Po a i ka flet dikush tjetër me ta, apo hanë me ta. Andaj ka thonë alayhi sallam, kur njeri ba bismillah, shejtani thotë largojo, s'ka buk për juve. Kur ti e merë bukën bismillah, më dhe shikon njerëzit që kanë vërtetu këta, sa që ka qenë njohur. Kur dikush ka dash me hangër shumë, ka thonë s'po baj bismillah të ha shumë. Ka qenë njohur të njerëzit, pse? Se e din se kur shban bismillah, s'ka mundësi me hangër shejtani me ta. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu sallam, kështu lutej Ibrahimi për dy djemë të vetë, Ishakin edhe Ismailin alayhimus salatu wassalam. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam prej traditës se ka pas që t'i mëson nipat e vet. Andaj vezër prej nipave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që është pak më larg, domethënë djali i Axhës, apo i thonë në latina nip, është Abdullah ibn Abbasi. Edhe për ta është lut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po nuk e ka nip, domethënë sigur, domethënë djali i vajzës vet, djali i vajzëve, por djali i Axhës. Sa mësimët që ne i kallëzojna, a i di kur e përmena që atë Bukhariun i cili na i ka i rujt që të fjallë, një numër të madh të historive na i ka rujt djali i Axhës vet, Abdullah ibn Abbasi. Kur'ani e Zotit Gjelluar që na e lexojna. Shumicën e komentit që ka na e kuptojna, do në qëki ajete ka qëket me ana, pike e kena mor, djali të Axhës. Djali të Axhës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj thot Hasani, i biri Aliut radiallahu an, mi ka mësu pejgamberi alayhi salatu wasalam një dua që ta tham në lutjen e vitrit. Që lutjen e kur bëna vitr dua, kush e ka mësue? Ne ka mësu Hasani nga pejgamberi alayhi salatu wasalam. Thot Hasani, mësonte pejgamberi, shko, më mësonte. Do të thotë që thuaj o djali jam çështu. Dhe gjithmonë e ka thirrë o djali jam. Nipin e vet, o djali jam. I ka thënë thuaj o djali jam, Allahumma hdini fi men hadayt. O Allah, udhzom me ato që i ke udhzuar. Wa afini fi men afait. Dhe ruma sigurien me ato që ja urun sigurien. Ruma shnetën me ato që ja urun shnetën. Wa tawallani fi men tawallait. Marëm mik me miq që i ke marrë për miq. Wa barik li fi ma a'tait. Dhe jepëm bereqet në ata që ma ke dhanë. Wa qini sharra ma qadait. Rujun prej sherrit që e ke zbrit në kader.
Pastaj ka thënë: "Fa innaka taqdi wa la yuqda alayk." O Allah, kur ti gjikon, s'në ta kthen gjikimin dikush mas. Kur Allah e bë kaderin, s'në thot dikush: "Merë, kthej mas." Ku më kthie? Tashën Allahu smundjen, s'ki çka bën. Po s'dua, ja Rab, heke. Kjo kaderi Allahu xhelal. Shikoj që ka lutë për mësam, ka thënë: "Thuaj djalë jam. O Allah, kur ta zbritësh gjykimin, rujum, se atë kur e zbret ti s'ka që e largon dikush." Pastaj ka thënë: "Wa innahu la yadhillu man walait." S'është kurri në çmum atë çka e ke marr për mik dhe ku te barak te rabbana wa ta'alait, ka thënë ti o Zoti jon, je i madh dhe ke bollok në mirësi dhe je i lartë subhanahu wa ta'ala. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej traditës pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam me nipat e vet është se i ka marrë shpesh në xhami. E do ta sqarojnë. Nëse pasi shpesh po na dalin te lashe me fëmijë zhurmaxhi, do ta sqarojnë. Apo pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam tregon një shok i pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrate radhiyallahu an, jo Abu Bakri tjetër shok i pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam, thot shpesh e kumpa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në ditën e xumë, minber, duke u fol këtë muslimanëve. Apo edhe vinte Hasani dhe Huseini, edhe i mirte pejgamberi alayhis salam në khutbe. Me mor hoxha sot djalin e vet khutbe apo nipin e vet, e dini, ki hoxha Rusia. Palle piku ka ardhki, palle ku ka mësuki. Jo, vëllazër, më i madhi ai ka kriju minberin. Ai ka i pari ka i minber. Thot Ebu Bekra radhiyallahu an, e kum pa dhët shpesh, thonte bile rrin të i shqetësum, e majte khutbën i këshirte djem, e majte khutbën edhe i këshirte djem, edhe thonte inne bni hadha sayyidun, djali jam që ki është zotni, djali jam Hasani është zotni, wa la'alla Allahu an yusliha bainahu wa la'alla Allahu an yusliha bi baina fi'atayn azimatayn min almuslimin. Dhe thonte shpresoj që Allahu di grupe që kanë mu përqapi muslimanëve të mëdhoja, kam i rregullu Allahu me çka djalë. Dhe i ka rregullu. Kura rok Aliu me Muawiyin radhiyallahu an, dhe a bë luftë madhe, dhe a derdh gjak i muslimanëve shumë. Apo andaj Amr ibn al-Asi ka qenë nga Muawiya, edhe kur janë rreshtu safët, edhe ka thënë Amr ibn al-Asi, shoku i pejgamberit ka qenë gjeni u kanë. Dhe ka thënë dinak, gjarkun. Kur i ka pa që janë rreshtu, si shifët dhe njerë ftyra, gjesët, ka thënë, po shoh gjak. Edhe ka ndodhë gjakun. Pas shumë luftave që ka ndodhë, që ka thënë, që ki djali ama zotni. Kur ka ndru jetë Aliu, radhiyallahu an, apo atëherë i ka met puna tash kush më ba khalife. Djalin e ka Aliu gjallë, Hasani, ka burr, apo edhe nga ana tjetër Muawiya. Atëherë i ka thonë Hasani i nipi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë ta kuptoni? Pse ka thonë ka më rregullu Allahu me nipin tem di grupe të mëdha të muslimanëve. Andaj ka thonë dietarët që ka përmend Raghib el-Isfahani, ka thonë nuk bëhet zotnia i njerëzve ai i cili se ma mllefin. Nuk bëhet zotnia i njerëzve i pari i njerëzve ai i cili rroket për intimitetet e veta. Rroket për personalitetet e veta. Mua ma kanë shkel hakin. Dëgjoni këtë rast. Ka shku Hasani te Muawiya dhe i ka qu selam. Ka thonë si më rregullu kjo punë. Si më rregullu kjo punë. Baba vdiq u vra. Qa du të me botash? Atëherë ka thonë Hasani, nëse unë e shloj pen, a rregullohet kjo punë? Unë e di që mund të akum kjo punë. Se kanë djali Aliu. Apo ka thonë nëse unë e shloj pen, a rregullohet? A qetësohen gjakat e muslimanëve. E ka vetë këtë palë dhe atë palë. Edhe Hasani ka thonë, unë e lëshoj udhëheqjen time për Muawiya. Edhe ja ka shluar. Ajo ka mos hak. A kupton ajo ka mos hak. Muawiya u kon më lart. Edhe janë qetësu gjakat e muslimanëve. Pi atë rast kanë hec dikun 600 vjet ka pas luftra. Shikosh ka domethën, njëri shlon pe 600 vjet një rrin rahat. Njëri nuk shlon pe bëhet luk për 300 vjet. Arabët kanë pas zakon përpara, i kanë shlu kuajt me bagara. Ja ka shku njëri kali, 300 vjet kanë bë luftë. Vallahi më duket shpesh hasmërit mes muslimanëve i ngjajnë çështu. Kur ta kshish janë rrok për dëni kali të vogël. Për dëni, ama a i dini ato do kuaj që kena mrena neve?
Njëri thot, na skena kuaj. Janë do mrena këtu. Veç kalorojnë mrena, apo ato epshet tona, tekat tona. Ole, qetsoje. Ole. Domthon, nale, frenoje atë mlefin mrena. Ka mundësi Allahu gjatë ban zotnit muslimanëve. Që ka bëhe Hasanin të birin e Fatimës radhiyallahu anhunna wa ardhahunna. Andaj tregon Burejde ibn al-Husaybi, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot një ditë për ditëve dëgjon këtë rast. Po do kanë të mojt hutbe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si ka pas djem. Edhe kanë hipit e dera Hasani dhe Husaini. I ka vesh mirë Fatimja me këmisha që i kanë pas. E keni pa fëmijët kur veshën, dveç dhe veshën në formatin e të mlojve, lakmoj njerëzit. Edhe kanë fillu me ecë pak, e turzu pak, edhe thot Burejdja, sikur u provoku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. U komojt të mojt khutbe, edhe Fatimja i ka shluë. Edhe ato kanë hinë gjamit e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka zbrit poshtë për khutbës, edhe i ka morë. I ka morë një pat e vetë, edhe ka thanë khutbe, sadakallah. Të vërtetën e ka thënë Allahu Gjelle Gjelalu, edhe ka lexue ajetin në surën At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitne. Vërtet pasuritë e juaja, thot Allahu Gjelle Gjelalu, dhe evlat të juve janë fitne. Pastaj ka thënë alayhi salatu wasalam, i pash këta dy e së mbana sabër. Shiko, kjo është rahmeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I pash këta dy nipat e mi së mbana sabër. Piku ka zbrit? Piku ka zbrit? Pind khutbe, a ka khutbe më të moja se khutbët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë khutbët e dunjajës çka marrën dhe pse ka dhek aj. Deri në kiamet çka kanë mumajt, zvin me një khutbë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo me një ligjërim të atina. Andaj thot, Allah e ka thënë vërtetën, së mban sabën njeri me evlat të vet. Ka thënë dietar, pse e ka thujt evlat kurse ka evlat? Që të jesë tradit mas ti që djemt e Fatimës, Hasani dhe Husaini të llogaritën nga familja e tij. Se mëson s'ka pas djem. Andaj nipat e vet Hasani dhe Husaini llogaritën dhe krejt që vijnë prej tij, prej Hasanit dhe Husajnit, ke llogaritën familjar të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe sot vëzër, sa për informacion, ka shumë prej nipave pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Hasani dhe Husaini që janë gjallë, që llogaritën Qurashi, edhe nga familja e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të Fatimës, të Husajnit dhe Aliu. Sa për informacion, Aliu vëzër ka pas gruaje veç Fatimën. Aliu i ka pas 31 evlat. Para më kur ka dalë me 31 evlat, me një ushtri komplet. Sot njëri thot, di hoxha, ama sa, leje sa, hiç ka, sa di. Kjo për mësëm ka thonë, martoni ata shka lindin shumë, se unë në akhirat ka mu krenue. Mirë po me modelet huaja, qka jena ba? Balë thot 2 po taman. Aliu i ka pas 31 taman. Dhe në mesin e evlatve, Aliu ka pas, përveç Hasanit dhe Husajnit, e ka pas njëri për tyre emnin Ebu Bekër. Tjetër e ka pas emnin Omer. Tjetër e ka pas emnin Othman. Plot, pse pi ka zënë këto vëzër? Sepse ka shpesh tendenca të dërvishave se na domethënë nuk e dojnë Hasanin dhe Husajnin, apo a ja leni ju emrin djemve tuaj dërvishat, e shijat, Ebu Bekër dhe Omer? Aliu ka dhënë Ebu Bekër dhe Omer. Andaj Aliu ka pas 31 evlat. 31 evlat. Normal edhe nga gratë të tjera të sa ti ka pas radhiyallahu anhunna. Kjo çka argumenton vëzër? Kjo rasti që s'në ka pas sabër, një mëshira e madhe pejgamberit sa për nipat e vet. Shumë i ka dashur. Këta e kanë ditë këtë. Ebu Hurajra thot, çat shumë e kam pa të jep puth dhe të e qaf, sa si i thash, ja Rasulullah, shumë bebi do. Tha duaj edhe ti o Ebu Hurajra, masi po veç tash. Duaj edhe ti, edhe duaj se i do Allahu xhelala dhe i duone. Shikoj se i ka dash nipat e vet sallallahu alaihi wasallam. Kjo e para ka zbrit me khutbës, s'nga ba sabër. Ç'ta kuptojnë atë? Para në ti me një tazojna me një punë shumë ngarkuar. Edhe ta shlon dikush nipin. Apo na matricë kena nipa, po ato që kanë nipa, le ta perceptojnë. I e ngarkuar shumë. I e ndonjë konferencë të madhe, apo tazojna i e ndonjë vend ku është domodin me tension të lartë. Edhe kur ta shifsh të çarkullu nipi aty. Edhe ti e nal ata, edhe shkon e merr nipin. Dhe pejgamberi sa më kon kryetari këtëve, presidenti këtëve, komandanti këtëve. Edhe plus nuk u kanë në shtëpi vet, komandant në shtëpi vet. Jo, në fjalim. Andaj ka thënë, Allahu të vërtetën e ka thënë, evladi ta merr zemrën.
Evladi ta merr zemrën. Edhe e dyta, çfarë kanë thënë pemësimeve? Kanë thënë se njeriu nuk duhet të del nga natyra që ka krijuar Allahu xhelalu ala. Ne nuk kena me laçe. Që njëri për shembull ta zana, që do shohim. Po mësam namazin e ka, domthon, e ka lehtësu, ka bo sabër, edhe ja ka ndryshuar disa formate për çka si kanë ardhur nipat e vet. Andaj do ta përmendë edhe mësimin tjetër, këtu cila edhe nëse je në vend rëndësishëm, edhe nëse je me tension, edhe nëse je me përgjithësi, je me djers, mos din nga natyra. Na e dim se e do e vladin, na e dim se e do nipin. Andaj marrë për çafoje. Marrë edhe ofroj kujdes. Për shembull, këtu i shohim dy ekstreme. Kur jemi te evlat që po vinë në xhami. Apo ekstremi i parë cili është? Ekstremi i parë thotë dil jashtë. Po ku dala jashtë? Po ku shkoj ai? Po nëse ti nuk e merr në xhami, më ka në xhamin, cila ku duhet ai më eduku? Ku duhet ai me ni aromën e Islamit, aromën e xhamisë? Na që tu musliman të ndëruar vëzër, që shkena met? Me qëto gjamia? Wallahi mësë më konë gjamia. Shkotit do vene ku s'ka gjamia, këshire. Edhe në vene tona, po edhe në vene tjera, ku ka pas gjamia, tash s'ka gjami. A mund gjenë të musliman? Rrallë, ka mund që e babgjishën e ka pas musliman kur ka pas gjami. Këto gjamia në shumë të mëloja dhe shumë të rëndësishme. Dhe na kena obligim për para Allahut mi rujt ato. E pjesë e rujt mësë është edhe mi abart e vladit nipit tanë. Ti si agji, ti si plak, mere nipin. Qatë kushton me e morë? Njëri thot, jo se më korit ai mua. Po ti edukoj mos me të korit. Apo, kjo është ekstremi i parë. Cili është ekstremi i dytë? Ekstremi i dytë është ku nuk merret me përpikmëri e vladi. Çfarë do të thonë? A thot, a tha hoxha merre po. Hajde sa djali jam këtu, banë park. Jo. Merre, kujdesu për ta. Nëse ban zhur, andaj ka ndonjë dietar. Fëmia ndër 7 vjet, çka është? Duhet mu morë me kujdes të prindit. A për mi 7 vjet, 7 e andej, shoje vet. Pse? Sa i thot dikush rrehort, ai rrehort. A për shembull nëse është zhurmaxhi, rrehort, duhet ti me kujdes. Pse? Sepse namazet e tjera ka rëndësi. Apo, andaj dy ekstremet sa nuk lejohet që muslimani të kalon në to. Gjithashtu pejgamberi alayhis salatu wassalam për të ditës që e ka pas është se pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka marr edhe namaz. Tregon Ebi Qatada al-Ansari radhiyallahu an, shoku i pejgamberit alayhis salatu wassalam, e kompani ditë për ditë pejgamberi alayhis salatu wassalam duke qenë imam, tu fal namaz. Thotë edhe ardh mesa e vet Umama, e bia e Zejnebit, edhe e mur në qafë, në supe. Edhe u falte me ta. Ja? U falte me ta. Hadithin e ka transmetuar Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi. Nuk e kena të lovit hiq. O si të doket të lovit, vetë të një hoqë ka e ki për zemre. Dhe ja është e vërtet se imami, i madh, i prisi njerëzimit, kur ka dal imam, e ka majt ndorë mesën e vetë, të kalzon. Me mor imami jon mesën e vetë, e dini pastaj, apo? E dini. A do shikove sa mëshira e vetë, e ka pa bijën e vetë, e ka mor, e ka vazhdu namazin. Sallallahu alaihi wasallam. E kjo ku ka rahmet? Rahmet, maja e rahmetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç tregon Shaddad ibn Ausi, është se pejgamberi alaihi salatu wassalam në ditë për ditëve del imam, edhe falet me xhamatin. Ajo është prijes. Edhe vjen Hasani apo Huseni, njëri prej tyre, edhe i hip në sejdë për mi krye. Ja, i hip për mi krye. Edhe me zgjatë sejdën. Edhe thot Shaddadi, unë u tuta vallahi, tashu s'mu avdiq. Edhe e qova kryen pi sejdës. Ta këshiri çka atë ndodh. Kur e pash nipi vet për mi krye. Mi kryen e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe u ktheva në sejdë. Dhe kjo argumenton se sejdja atina nuk ju ka prish, namazi nuk ju ka prish. Pse? Se ka pas frikë. Nëse ka ndodhur diçka imame. Dhe kjo çka argumenton dhe? Shikoni këtë tani kjo temë tjetër, ndjesinë e holl e sahabeve. Ndjesinë e holl. Do të thotë, po unë nuk e di. Ai i shkon njëri vdes imami, ai thot, po se dita unë se do të më pru pak ujë. Apo do të sa të kujtohet ti e thotë Umar Khattabi, erdhi njëri, e keni hadithin e Xhibrailit, apo e ka matën Khattabi kështu, sikur kushtin rengën, a ke pa? Të matin temperaturën, krejt e ka matë. Thot, i kishë shtu flokë, që shtu teshat, ja këshira devën, ja këshira. Krejt e ka këshirë, si shërbim sekret.
Apo ai të mohet një minjar thot. Ka si minjar. Keni pa kompjuter? E shlon aty pika ashki. Plus Omar Khattabi edhe Abu Bekri ja ka për aty se e kanë ditë këtë njerëz pika vin. Andaj fjalën e parë që ka thonë Omeri, so shpineve kë. Kur ka ardhur me mësua Xhibraili në formë të një njeriu, ka thonë so pineve, se njofta kurkush. Kjo vëzë kanë thonë, shumë ndjeshën ato. Nuk ka thonë, po çfarë më botash? Thotë se dadhi e çova unë kryen. E pash nipin e pejgamberit sa për mi krye. Atëherë kur u krye namazi, disa prej sahabëve i thanë ja Rasulullah, pam e zgatë shumë se ke zgatë kështu. Qëra herë, atëherë thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk ka ndodhur ajo që keni menduar, nuk kam qenë as i defokusuar, as i shqetësuar. Mirë po, thotë hipi nipi jam për mi mua, e u mor sikur ka dash me kalërua. E bëu fëmia ka çef me lut. Njëri thotë, gjithë ki burr me lut me mua. Po. Bëhu fëmijë për fëmijën tan. Çish po do me trajtu fëmijën tan? Apo shikoj pengam sam. Dëgjoni ta. Thotë, "Walakin ibni irtahalani." E djali jam ki nipi jam u mor mua, fëmia, ti po ka çef me lut. Ka hip sikur në kali. Sallallahu alaihi wasallam. Thotë unë s'deshta më aprish. Sallallahu alaihi wasallam. Thotë fekerihtu an uajjilahu hatta yaqdi hajata. E unë dashta derisa ai vet zrype. Vet derisa ka zrype. Shikoni këtë rahmet dhe butësi dhe dashni të madhe të pejgamberit për nipat e vet. Wallahi kjo s'ban imamit as më shkon mendë me bë, po jo më ndodhën ja. Pse? Se ndodh fesadi i madh. Dhe sa këto janë butësitë që neve pejgamberi ne ka përcjell. A ka më butësi se çka? Mirë vëzë. A ka dikush në botë, ndonjë prijes, ndonjë filozof, ndonjë mësues, çështu e duron xhamatin e vet, çështu e duron nipin e vet, çështu e duron, apo a keni pasi mobilizohet? Sa më kanë natyrshëm. Plus, vëzë, a ka të në islam ndonjë akt më të lartë se namaz? Njëri thotë, ani janë konto hang buk e ka durue. Jo, e çetë nësele. Hajde janë konto ti do pa më vetë e ka duru, a kanë me burra. A ka akt më të madh se namaz? Lidhesh përpara Allahu xhelalu ala. S'ka akt më të madh. Megjithatë ka sejdë në nivelin më të lartë të aktit namazit, edhe e ka zgjatë se nipi vet i ka i për mbi qaf. Alayhi salatu wassalam. Elusmi Allahu që Allahu na ban të dashur Muhamedit alayhi salatu wassalam në zemrat tona. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam për ta ditë që e ka pas është se tregon Ebi Huraira radhiyallahu an, pejgamberi alayhi salatu wassalam shpesh kur kanë ardhur namaz, edhe ju kanë sill rreth vetës, por sa nuk ka nervozu. I ka marr, i ka shlue, kur ka bërë ruku, i ka shlue, kur ka hip në qiyam, i ka marr. Asnjëherë nuk ka nervozuar. Sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë që i ka dash shumë dhe s'u ka bërë sabër pa i pa. I dhe për ditëve tregon Ebi Huraira, thotë du taku me pejgamberin alayhi salatu wassalam, edhe pa se s'kish vakt me mfol. Keni pa dikush ka një shqetësim. S'ka hiki më interesu çka. Mirë po këto e kanë pasë pse kur ka një shqetësim, nëse se ka me musliman diçka, atëherë ka me familjen e vet. Thotë Ebu Huraira e pash s'folëm hiç. Atëherë thotë hini shpejt te Fatimja edhe tha e themma laki'un yani hasanan. Ka thonë ku ai i vogli. Ku është ai i vogli? Laki i thonë kur njeri lazdrohet. Kur njeri lazdrohet. Apo edhe qafirit i thonë laki. Shiko, pse i thonë qafirit leki? Arabt i thonë leki. Andaj ka thonë alayhi salatu wassalam, zbat kiameti derisa mos linde pos lekiun, ibnu lekiun. Derisa qafirit të lind qafir e të lind ai tjetër qafir. Apo kjo është pse i kanë thonë leki? Se qafiri i lazdrum. S'do rregull ai. Ai s'do Allah pejgamber me laç ahirat. Ai ka qef vetë që shdoje. E s'ka vetë. E ka hipe e ka thonë, ku a i lazdrumi? Unë e ka bos nip sallallahu alaihi wasallam dhe s'ka bo sabër pa e pa. Atëre thot Fatimja e veshi mirë, tha prit pak, e veshi mirë, edhe janë nxjerrë për mësam, e ka vesh do këmisha, pak ma të zbukurume, kur e ka pa pejgamberi alayhi salatu wasalam, su ka pa sabër, ka thonë, Allahumma inni uhibbu. Ka thonë, o Allah, shumë e duhe. Shiko vëzë, rahmeti ma. Ka thonë, o Allah, shumë e duhe, fa ahibbahu duje dhe ti, o Allah. O ahbib men yuhibbu dhe duje atë që ka e do. E lusë për Allahun që Allah të nabajet dashër Hasan dhe Huseinin në zemrat tona. Dhe zë nuk o kur gjami thonë nipit tanë, o nip duhe. Njëni thotë, jo se lasdrohet.
Po ti e ke knash këtë dunjan, po lazdroje një pintan pak. Apo, lazdroje dikan, djalin e dim çka ke bën me djalin. Po me nipin. Ata është, historia vazhdon, apo, arroganca vazhdon. Shikoj se më ka thonë, o Allah shumë e duhe. Duhe edhe ti Allah, dhe duhe edhe atë, shka ma do mu e nipin tem. Apo, thot Ebu Hurajra, dhe e mur dhe e qaf. Qaf aj, qaf ki. Apo, kjo dhe gjërë është dashnia Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E ku jena na që e në rrit. Apo, njani thot, unë e babën tem, dorën ja prejki veç për bajram. Shumë e ki bile. Apo, shumë e kije. Pse? A di pse? Sepse i kurs ka ofru dashni? Kurs ka qaf? Qysh dohen? Njani thot, vin, shpesh edhe pyjtin a vim. Djali jem, elhamdulillah o gjo po falet, po munohet, apo hiq besum respekton, hiq besum qaf. Qiko? Ne e dim se çka duhet prindit me ofruhe. Por, nuk shon me zor. A i ke ofru ti? Që e ke ofruhe? Apo, madje shohim shpesh herë prej prindve fat ketësisht. Apo, i lush për Allahun që Allah t'i uzallit i zbu zemrat e tëne. I do këtë gabim kur djali e lakmon djalin e vetë. Ajde mek, vazhdo ma traditën. Jashtë e vladi, qysh jashtë? Kënë gjami ka hi. Gjami o dhe zë. Gjami o Ebu Bekri, Omeri, burra. Burrat më, që ati kanë dalë burrat matë mojët historijës. Sallallahu aleyhi wasallam. Adaj kanë dalë djetarët se kjo hadith argumenton për dashnin e madhe të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Deri sa, kër e kanë pyet disa prej sahabeve, edhe i kanë dalë ja Rasulullah, a që ka të shumë i doa? A që ka të shumë i doa Hasan dhe Huseinin? Ka dalë pejgamberi aleyhi sallatu sallam, innal Hasana wal Husejna huma rajhanatayya min ad-dunya. Ka thonë, vërtet Hasani edhe Huseini, apo, janë dy lullet. Rejhane është lloj lule e cila shon shumë erë të mirë. Allahu gjë ka përmenë se do të ketë lule në xhennet. Allahu na mundsof më papi xhenetlive, të cilat kanë aromë rejhane. Rejhane që do më thonë, pse është quajtur rejhane? Se rejhane, apo ka edhe i vendojnë emrat, rejhane se i thonë për i rih, lule shumë aromatike, shumë parfum shlon. Apo ka thonë alayhi salatu wasallam, në këtë dunja une këtin ja uni erën. Ni pa vetmi, ja uni erën. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej traditës pejgamberit alayhi salatu wasalam që ka transmetuar Imam Buhariu, ka qenë vëzër, hadith që ka zirë Imam Buhariu nga Ebu Hurajra, se një ditë për ditë ka qenë një nomad në pranit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka pas emrin Aqra ibn Habis. El Aqra'u ibn Habis. Nomad, e kemi përmendur shpesh vëzër, rrin jo fshatar, por do mall rri ai veç kretin. Edhe s'di me komuniku shumë me njerëzit. O i that, i egër, çështu janë kon. Apo do të vim çish i ka trajtuar me mëson çto njerëzit. O ka tregu, po mëson diçka thjesht zakonshme me këta njerëzit. Edhe u kon çuki Aqra'i aty i pranishëm. Thotë Ebu Hurajra, edhe dolën e vlatët e pejgamberit nipat. Apo e kanë ditë se shumë i do. Edhe i ka marr puth njërin, puth tjetrin, qaf njërin, puth tjetrin, edhe këti i ka arë pak siran. Ka thonë, ja Rasulullah, shumë pi puth. Ka thonë, të shpia 10 i lash. 10 i kanë të shpia qësi. Kur as njënin se kanë puth. E kje ka zë këta pak si vler, apo? Nësi puth na e vlat. Apo? Atër e shka i tha sallallahu aleyhi sallam. Tha men la jarhamu, la jurham. Kush nuk më shiron, s'më shiron. Dhe transmetim tjetër, i ka thonë sallallahu alaihi wasallam hadith që ka nxjerrë Imam Buhariu, aw amliku laka an naza Allahu min qalbika ar-rahma. Çka të bëj unë? Çka të thonë? Aw amlik, çka të bëj unë se Allahu ta ka shkul rahmetin pi zemrën. Dhe shikoni, çesi fjalë më sa jo zakon që më përdor. Kur kujt nuk i thon ta pas ka shkul Allahu rahmetin pi zemrës. Mirë po, ka dash me nal këtë vi, të keqe. Këtë mënyrë të keqe ka thonë kata. Nuk vlen më krenu, unë kur se kam puth djalin tem, unë kur se kam qaf djalin tem. Mëse se ka pas djali, ka pas nip. Dhe ka qujt waledi, djali jem. Andaj ka thonë alayhi sallallahu alaihi wasallam, ai shka s'mëshiron, s'mëshiron. Mëshironi e blat të juve. Mëshironi nipat të juve. Mëshironi mbesat të juve. Pse? Se të mëshiron Allahu xhelalu ala. Jo veç mbesën, vallahi pse mbesa është mëlçia jote. Pejgamberi ka thonë Fatimja bid'atu minni, Fatimja cope jemja. Cope jemja. Pejgamberi kur e ka pa njërin prej sahabëve të therr kurban. Edhe ka marrë thikën edhe 5 prat. Para kurbanit. Çka i tha pejgamberi? Largojeve ti apo do me mit 100 herë. E ke bëu, ku për këta?
Largoju se rahmet Allahu lip. Çka do të them? Mëshironi ato që janë në tokë, ju mëshironi ato që janë në qiell. Për çka ka thonë? Për hyjvanin. Për hyjvanin. Ajo ka më prej se ka më prej. Po mëshiroje pak. Të mëshiron Allahu. Nëse ti kur e mëshiron delën, të mëshiron Allahu. Po me mëshiru nipin, me mëshiru evladin. Andaj mani me në shumica e problemeve nuk vin nga se ai s'pedi se shka respekti. S'ke ofru respekt. Ofro respekt, ofro mëshirë ta mëshiron Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith se kush i do këta m'ka dashur mua, Hasanin dhe Husejnin, dhe kush i urren këta dy m'ka urrejt mua. Kjo është çështje e rrezikshme. Gjithashtu prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë me nipat e vet, se një ditë për ditëve i ka marrë prejën pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe kanë qenë duke nejt me shokët e vet alayhi salatu wasalam dhe ju kanë shlu ligat Hasanit edhe Husejnit. I kanë rënë ligat edhe ja kanë përlyje trupin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë Abu Huraira falam yaghdab. Su nervozoi ke hiç. Ai ka marrë me çet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej traditës pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë se pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka marrë, i ka nderuar nipat e vet kur ka hip në kuaj. Që ka hip kali apo ndeve apo kudo që ka u për mushkave që i ka pas sallallahu alaihi wasallam, edhe ka hip njërin përpara, njërin prapa. Apo po çfarë si vëllezër që më nderua. Po shemo sot ta zona si më nderua, sot ki vetur, apo e hip ndonjëherë përpara. E hip ndonjëherë përpara, e hip nipin zan përpara, mundjeja që obe njeri apo jo si kufar me gjujt atje përmas. Pse? Thot rri atje përmas. Po rri përmas, edhe në fund kur ti baje 40 kur gjapi tije. Çish po do ti me tar diçka bitije. Nderoje. Shikoj zëm, thot Abdullah ibn Jaferi, thot atë shumë nderon të nipat e vet, i mirët edhe hipte. Dhe këtë njerëz të kanë pa. Këtë njerëz të kanë pa se Hasanin e ka përpara, Husejnin e ka përmas. Dhe i kanë nderuar sallallahu alaihi wasallam. Ju ka dhënë pozita Hasanit edhe Husejnit duke qenë ata të vegjël. Dhe vëzhgat, a e dini sa kanë mrije mas shumë të mosha e Hasanit duke qenë me sa më gjallë? 7 vjet. Kur i ka pas Hasanit 7 vjet, ka ndruar jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mund ke çto raste ka ndodhur ato mes lindjes edhe 7 vjet. Sa ka mujt mi pas vëzhgat? I më kanë qenë njerëz të cilat kanë gëzu respekt nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu vëzhgat, kjo normal të na llogaritet ndoshta jo e këndshme. Pejgamberi alayhi salatu wasallam kur ka qenë në mezhlis, edhe kanë ardhur, janë sill para tina Hasani dhe Huseini. Më sa më ka thënë ka lut me to. Ja ka marrë dorën, por që më sheka ndonet, a ndonet me burra, me shokët e vet, kanë ardhur ato kanë lut. Apo u ka thënë alayhi salatu wasalam, su nga po sabër, e ka marrë dorën, e ka shtinë në dorë te mjekra e Hasanit, apo edhe e ka puth në qafë. Edhe ka lujt me to. Kuptimin, çish kanë lëviz ato, kanë lëviz edhe ai sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë alayhi salatu wassalam Huseinun sibtum min al-asbat. Ka thënë ky nipi jam Huseini, pi vlerave që ai ka thënë Huseini është sibtum min al-asbat. Çfarë do të thonë kjo? Sibt i thonë kur kabila zgjerohet shumë. Ka thënë ky nipi jam ka mu zgjeruar shumë. Ka me pas shumë djem, shumë e vlat dhe sa ulema vëzër kanë dalë për nipave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ka thënë alaihi salatu wasalam Huseinun minni wa ana min Husein. Huseini jemi edhe unë jam pi Huseinit. Ka thënë dietar s'ka fjalë, thotë Ibn Hajar al-Asqalani, s'ka fjalë më aluduese dhe argumentuese për dikan kur e do sesa kur i thue unë jam i këtij edhe kia jemi. Çfarë mundesh mi thonë më shumë? Hajde provoje. Që më da dikujt një ashtë për dashnin, i thu, shiko, unë jam i joti, ti e jemi. Që kaç? Kjo gajetul, maja që ka mundet më kanë dashnin. A dhe ka thënë alayhi salatu wassalam, kjo është i imi, edhe unë jam prej këtina. Dhe ka thënë, kjo do të zgjerohet shumë, do të ketë nam shumë, e do të ketë kabile të shumë. Dhe gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam ka bëhe dua shpesh për nipat e tyre, ka thënë, Allahumma arhamhuma, fa inni arhamuhuma, ka thënë alayhi salatu wassalam, o Allah, mëshiroj këta dy, se unë i mëshiroj këta dy, se unë i mëshiroj. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam për të ditës vet ka qenë se ju ka dhënë hedije. Shpesh i ka gëzuar me hedije nipat edhe mbesat e veta. Një ditë për ditëve tregon Aisha radhiyallahu anha, i ardhën do hedije shumë shtrenjta pejgamberit sallallahu alajhi wasallam prej Abesinie.
prej atij mbretit Nejashiut. Kemi folur për Nejashiun në historinë e Nejashiut. Edhe i ka gjuaj shumë dhuratë. Ai nuk e ka ditë se pejgamberi nuk përdor disa gjëra të cilat janë veç për gra. Ka gjuaj do unaza, i ka gjuaj do çafore, e to ka pas edhe shumë prej arit, prej altanit. Edhe pejgamberi sa kur i ka pa, ka ardhur transmetime se kur i ka pa se shumica janë altan, të përlime me altan, nëse pejgamberi ka thënë haram janë për burrat e umetit tem, halal për gratë e umetit tem. Ari, haram është për burrin. As unaz as kujt. Ndërsa argjendi është i lejuar. Edhe pejgamberi e ka marrë një degë të vogël, edhe veç i ka larguar kështu. Oni ka pranuar dhuratat, se pejgamberi ka pranuar dhuratat, edhe i ka larguar me dorë. Pastaj ka thonë, "Sjellmani çikën time Umamen, bien e Zeynebit." Edhe i ka thonë, "Tahalli biha ya bunayya." Oj çika jeme, oj vajza jeme, e ka përgdhel, ka thonë, "Merri si to veshit." I ka pas disa prej arit dhe zbukurimit të cilat ka thue me xhashi. Kjo çka argumenton vëzër, se njeriu duhet me shkëmbi dhurata. Njeriu duhet me shkëmbi dhurata. Dhe vëzër dhurata, ka thonë dietarët, e vetmja gjë që mbretin nuk e i dhënon, edhe mund është me depërtu të ajë cila dhurata. Apo, për shembull, mbreti ka parë sa dush. Apo, i po kur i thu, "Firo, s'kam me dhënë merresh këtë dhuratë." Kur ti thush dhuratë, to tani. Apo, mi thon po të nimoj, çish të më nimon. Pejgamberi ka thonë, "Unë sadakajën se është do të përmeni." Pejgamberi ja ka hek Hasanit sadakajën pikoj, shloj, hek, se hajnë në familja e pejgamberit sadakajën. A dhuratën po. Apo madje dhuratën vëzër e pranon Allahu xhelel xhelal. Andaj dhurata, ka thënë alayhi salatu wasalam, është mjeti, pajisja me të cilin kanë do me bë për veti e ban. Ka thënë alayhi salatu wasalam hadith, "Ju nuk muni me hin xhennet pa besu, pa pas iman. A ju nuk muni me pas iman pa u dasht. A ju nuk muni me u dasht pas duke dhënë dhurata." Çish e do t'i ka? Që ti e ki obligim me dash vllavin tanë musliman. Dhe pa e dash nuk funksionon shoqëria. E çish me dash? Njëri thot po s'ka të mundesh me diçka jepja. Që ta dije se i ti dhon. Para më pensam dhuratën e ka pranuar. Dhe dhuratën i ka pranuar. Andaj sa herë Aisha kur i ka thonë, "Që to janë dhurata ja Rasulullah, që to sadaka", ka thonë merr këto largoj, to lej. Dhuratën i ka pranuar sallallahu alaihi wasallam. Dhe Salman al-Farisi kur e ka testuar, pejgamberi a pejgamber, një ditë i ka ka thonë merr çta sadaka. Se sadaka çfarë do të thonë? Ti e fukara, merë. Ka thonë jo, merë, se ha sadaka. Nëse ti ka shku Selmani, ka thonë, merë këta hedije ja Rasulullah. Hedije mbjerë. Ata e ka kuptu se është pejgamber. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka mbush me dhurata, mbesat edhe nipat e vet. Gjithashtu prej asaj që ka ardhur nga pejgamberi alayhi salatu wasallam, ka thënë se alayhi salatu wasallam në ditë për ditëve e sheh Hasanin duke hanë nga sadakaja. Ka ardhur sadaka te pejgamberi alayhi salatu wasallam, veç e ka marrë dhe ka shpërnda. Edhe ai fëmijë e ka marrë, edhe i ka thënë Hasanit, ka thënë ema sha'arte enna la na'kulu sadaqa. Ka thënë o djalë, as pedisi se hajna sadaka, as mujtë me ndisi, na nuk e hajna sadaka. Ai ka thënë keh, heke, largoje, heke pigoje. E ka nxjerr pigoje sallallahu alaihi wasallam. Për çfarë arsye vëzër? Ka thënë dietarët, ka dash me eduku në atë që s'ju lejohet pin zvoglim. Andaj ka dhënë një pitan, që kjo haram. Thotë njëri, mos e ngarko se fëmia. Apo ti e merr mesën, edhe i thu për shembull çka haram. Për shembull ndash djalë, ndash vajzë. I thu muzika haram. Ai thotë leje be se fëmijë. Leje fëmijë 5 vjet. Leje 15 se adoleshent be çka kemi bë. Mos anena ku ta kishit 50 vjet këngëtar ashtaj. Po kur kemi edukut ata? Mos anë kur ti boje 80, thotë po kish ka marr vesh be plak. O kur ka mu drejtu ki njeri? Fëmijë jo, i ri jo, 30 vjet jo, 50 vjet jo, 80 vjet jo. Kur kena mu drejtu na? Për mësam, fëmijë, heke. Se hajnë në sadakaja. Shiko, sa i ka dasht, pi dashnijës, largoje haramin, prejgoje. Kjo ka qenë prej asaj se ne ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka dhe shumë se koha na ka mbaruar. Ne lutem Allahun te bareke ve teala që Allahu na ban me ndjek mëshirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lutem Allahun te bareke ve teala që Allahu t'i mbush zemrat tona dashni për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Lutem Allahun te bareke ve teala që Zoti jon xhelel xhelalu kujt që ja kemi çelluar Allahut na shpërblen, kujt që kemi gabuar lutem Allahun që Allahu na fal. Lutem Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelel wala ajrimin ton Allahu ta ban qabul, namazet tona, taravitet tona, lutjet tona Allahu mos i kthen mrapsht. Lutem Allahun te bareke ve teala që Zoti jon xhelel xhelalu na mundson që ta
lexojnë Kur'anin në këtë muaj, ta kuptojnë ata, të jetojnë me ta. Elusmi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelalu ala musliman kujt Allahu të ndihmon, fuqara, skamnor, monjak, nevojtar Allahu të ndihmon. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.